Erjon Veliaj do të vijojë të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Gjykata kushtetuese rrësoi me 5 vota pro dhe 3 kundër dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë. Në arsyetimin e bërë nga gjykata, thuhet se Këshilli Bashkiak dhe qeveria kanë shkelur kushtetutën kur shkarkuan Erjon Veliajin me argumentin se ai nuk ishte paraqitur në detyrë prej 3 muajsh. Një ditë pas vendimit të kushtetueses, reagoi dhe kryeministri Edi Rama përmes një postimi në platformën X. Rama theksoi se kushdo që ka dorë të ndihmojë zgjedhjen e Ngërçit në Bashkinë e Tiranës duhet të ketë parasysh se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim. Pak ditë më pas, reagoi edhe vetë Veliaj me një mesazh në rrjetet sociale. Ai u shpreh se gjykata kushtetuese rivendosi jo thjesht një mandat, por dinjitetin e ligjit dhe besimin se shteti ka ende busull. Pas vendimit të kushtetueses, Rama thirrri një mbledhje urgjente në Selin Roz me deputetët e Tiranës, ku ju kërkoi të jenë gati në çdo kohë për zgjedhjet në kryeqytet. Këtë javë, KQZ-ja publikoi shpenzimet e partive politike për zgjedhjet e 11 majit. Raporti i KQZ-s zbuloi se Partia Socialiste ka shpenzuar në total 169 milion lek, ndërsa Partia Demokratike ka shpenzuar 213 milion lek. Ndërkohë u zbulua dhe shifra e pagesës për Kris Lasivitën si konsulenti i opozitës për zgjedhjet e 11 majit. Ai është paguar për konsulencën e tij 139 milion lek. Fatura e tij ndezi debat publik lidhur me shpenzimet e bëra, përfshir hotelin dhe shërbime ekstra si masazhi. Gjithashtu këtë javë, qeveria publikoi buxhetin për vitin 2026. Projekt buxheti është programuar në vlerën 8.8 miliard lek, rreth 1 miliard euro më shumë se në vitin 2025. Nga kjo shifër, 100 milion euro do të shkojnë për rritjen e pensioneve sipas skemës së re, 135 milion për rimbursimin e medikamenteve, ndërsa fondi për rindërtimin do të jetë 50 milion euro. Pas publikimit të projekt buxhetit, reagoi Rama, i cili u shpreh se nga janari i vitit të ardhshëm paga minimale do të shkojë 500 euro, ndërsa deri në fund të mandatit paga minimale do të shkojë 700 euro. Të njëjtën SPAK publikoi dosjen penale për ministren e infrastrukturës dhe njëkohësisht zëvendës kryeministren Belinda Balluku, lidhur me tenderin për tunelin e Llogaras. Sipas prokurorisë së posaçme, Balluku e kishte të përcaktuar fituesin e tenderit për tunelin, që ishin 2 kompani turke, të cilat u shpallën fituese me ofertën rreth 170 milion euro. E gjithë skema është zbuluar përmes komunikimeve të Ballukut dhe vartësit të saj Ervis Berberi përmes aplikacionit Signal. Sipas SPAK, komunikimet mes tyre kanë vërtetuar se Balluku ka mbikëqyrur çdo hap deri në shpalljen e fituesit të tenderit. SPAK e ka njoftuar Ballukun për akuzën penale, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Këtë javë u mbajt seanca në parlament ku votua me 77 vota pro projekt ligji për barazinë gjinore. Ky projekt ligj ndezi kuvendin, pasi opozita deklaroi se ai dëmton thelbin e familjes, ndërsa mazhoranca sqaroi se ligji njeh vetëm burrë dhe grua. Ndërkohë që brenda zhvilloi seanca jashtë ambienteve të parlamentit, qytetarët protestuan kundër këtij projekt ligji, duke argumentuar se ai cënon familjen tradicionale. Ndërsa sot po zhvillohen zgjedhjet e peshme në 5 bashki: Vlorë, Mat, Tepelen, Berat dhe Cerrik, ku 334.000 votues do të zgjedhin kryebashkiakët e rinj për këto bashki. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për lajme të përditshme, na ndiqni në zëri.al.